Përshëndetje Angels dhe mirë se erdhët në një video tjetër në këtë kanal. Kemi një video me snacks, le të themi, po jo fix snacks. Kemi marrë vetëm akullore dhe si të shikoni nga titulli, do shikojmë nëse çokolatat që ne kemi ngrenë, do me thënë, çokolatat që ekzistojnë ka dalë dhe në akullore. Ndoshta shumica nga këto akullore i njihni, keni provuar, unë për vete nga këto s'kam provuar asnjë. Si fillim kishim idenë që të provonim vetëm akulloret e reja nga Milka, por duke qenë se gjetëm vetëm 4-5, sa gjetëm? Milka. Po. Çfarë thua, janë shumica janë Milka. E gjithsesi unë për vete s'kam provuar asnjë nga këto. Nuk e di, ke provuar ti ndonjë nga këto? Po. Shumicën gjitha? Ja, dy. Ca. Okej. Them të filloj me këtë këtu. Këtë se kam provuar, për shembull. Shqyr. Është vanilja chocolate, heart. Pra me sa duket, kjo është çokoladë vanilje, e kështu. Vanilja me çokoladë. Po, akullore vanilja me vanilja me çokoladë. Po, në çokoladë, është si çokoladë e bardhë, le të themi me... Nuk e di tani, do e shohim. Ka Milka me çokoladë bardhë. Nuk e di. Vaj pa. Nes, nga aroma nuk është të kuptojnë që, ili kam sjell luk. Dhe më thënë, këtu në mes ka çokolata madhe dhe këti anësore ka të çokoladën e bardhë. Po, dhe në mes, me sa duket, është si akullore. Jo çokoladë, kështu. Po, akullore është. Akullore, po, kështu. Po, a kujton sa ëmbël është? Ndonjë çokoladë? S'më pëlqen. Kujton një Milka? Jo, shkret pa lidhje. Okej, dhe të keqe nuk e thua. Mua s'më pëlqevi hiç me thënë drejtën. Në përgjithësi unë nuk është se i ha shumë akulloret. Nëse nuk është se s'më pëlqen. Unë akullor me vanilja nuk e ha fare. Po kjo më pëlqeka. Nuk është e keqe. Do me thënë më shumë pëlqen kjo brenda se sa. O, mua s'më pëlqevi fare. Ja, kena një tjetër. Një 8 për mua merë. Një 5 e merë. Nga unë. Mund ta haja përsëri, do me thënë, nuk është se s'më pëlqen. Vazhdojmë me tjetrën? Po. Sa akullore kemi këtu për të ngrenë. Atëherë. Kemi përsëri Milka. Po. Që është strawberry cheesecake. Ka është si... Po. Është si Milka cheesecake çokolata. Besoj, do me thënë. Oh, interesant e duket. E që më në shie si do jetë. E kam të merë kur i hapin mbrapsht akullore. Si mbrapsht? Kur e hapin kështu. Po nga trova dhe në që të bëj. Po, ka shojën e parë? Pritë se kemi kështu Eli. Eli, ka marrë kështu që të ndajmë. Ka marrë kështu që të ndajmë? Ndaj, haje. Së të pëlqen? Vektu. Tregoj si duket në brenda. E kujton atë? Mirë, mund vendosësh këtu që të marrë dhe unë. Ta shti edhe kujton edhe se kujton. A dhe ti demet do ta presesh, po ku hajt? Mos rogje? Jo, nuk rogje, po ku hajt akullorja këshu? Po, ta kujton çokoladën kjo. Nese, në brenda është vërtet si... Më pëlqen se ka këto vijat në uniform. Nuk është se është një lemsh. E lezetshme, si të thua e keqe. Është më mirë në çokoladë se në akullore. Por nuk është aq e keqe. Më mirë është ajo e parë njërë është. Par pa kuj se sa të më te. E kujton veç akulloren, Eli? E kujton çokoladën cheesecake? Lështryllë kujton, jo cheesecake. Jo, akulloren cheesecake. Mua më shumë atë me lështryllë. Më shumë të kërërën që janë lështryllë. Bajmen ka marrë njërë çokoladën, atë të madhen fare cheesecake të Milka, atë të madhen, që është e madhe fare, e kam ngrenë brenda ditës gjithun. U fiksova aq shumë, më duket se
Pastaj e kam marrë dhe disa herë në të vogël edhe që atyre se kam marrë me aq shumë kam ngrënë si ajo çokoladë sa mund të ketë një 2 vjet. Nëse e ke që nuk është, po përsëri nuk do e merja. As nuk do e merja. Hajde unë vendos një 7, se më edhe mirë se ajo. Që provon pak. Unë të mbaroj mirë me milkën. Okej. Është milka me lajthi. Është milka jote e preferuar. Milka me lajthi. Apo jo? Po, në çokoladë po. S'kan bërë akullore milka me Oreo. Kishte akullore me Oreo. Po kishte milka me Oreo. Ka çokoladë milka me Oreo? Po. O? Kjo nga erat kujton shumë Magnumin. Po dhe ajo tjetër, vetëm në çokoladë nga jashtë. E Magnum është me bajam me jashtë, nuk është me kështu. Është gjë? Kështu, tregoj si është në brenda. E kujton? Sa të blesh kështu me bajame dhe me milka, sa bën kjo çokoladë? 2500 lekë sa bën kjo? 2000 lekë sa bën? S'më bëjme. Nëse diku të 2000 lekë është, bleni një çokoladë me bajame që janë këto 500 lekë, se të njëjtën shije ka. Për bajam është lajthi kjo. Lajthia, se s'po mbit. Emri son të trova. Kjo kujton, e di çam kujton kjo? Çokoladën njerë me lajthi nuk e kujton fare. Po fare. Më kujton, kanë qenë para disa vjetëve disa akullore 500 lekëshe. Po pra që po thojnë? Për akullore thua ti 500 lekëshe? Po. Ka akoma akullore 500 lekëshe? Po. Oh? Po. 2025 ka akullore 500 lekëshe. Po hajtë që Magnumi ka vajt. Do shë ajo 500 lekë, 600 lekë, 700 lekë. Ne, se kujton ato shumë. Po. Po pra. Nuk ja vlen fare. Për mua një tresh. Ok, më pëlqej me shumë lejtën. Milka me kaush. Po që është? është ajo milka parë që hanga, po të ishtë në kaush. Ajo është shumë e ëmbël. Kila, gjitha janë shumë të ëmbëla. Shumë e ëmbël. Mua më pëlqen shumë akullarës me kaush. Mua më pëlqen me kaush, po jo këto të figuriferit. Çe? Është me vanilje brenda? Po. Okej, mora. Mua më pëlqen të ha vetëm fundit, a ka fshoj pak fundit? Jo, s'kezi si e ka shumë fundit. Kjo s'pëlqen fare. A po më pëlqej veç fundi, pëlqej që hanga tani. Që ajo pjesa çokoladës. Mua vetëm pjesa e çokoladës. Edhe më duket çudi se gjitha akullorët që kemi provuar tani të milkës, nuk është se të kujtojnë çokoladën milka, fare. Po shumë duket sikur gjitha kanë të njëjtën shije. Po pra, fiks. Po jo edhe nuk kanë atë shijen e çokoladës milka. Kanë shijen e çdo çokoladë. Skeci me gjej po. E çdo akullore. Çdo akullore këtë çokoladë ka. Po, këtë shije ka. Këtë po. Pastaj e futi nga milka. Hajti 7 vëllai i saj. Qa thua, unë një 4 shumë e kam. Ja, dhe kjo është e fund nga milka. Kjo është me vanilja chocolate swirl, qa është kjo? Me qash? Me vanilja, edhe ke marrë 3 çokolada milka me vanilja me pas fjallë. Po thjesht njërën e ke marrë nga ush, tjetërën e ke marrë kështu në shko, edhe një tjetër e ke marrë nga këto. Me luk. Me luk, po. E di qa do t'i tani mbas kësaj? Një burger. Po. Ose e di qa do t'i mbas kësaj? Sushi. Ja, sushi të po mbje pak si rënd. Të shmërzit sushi? Nëse dhe më është mërzit, po më shumë do doja një burger për shkakun. Më luteshe para ca ditëve për sushi, prandaj po e ngacmoj. Veli kujdes të tra prap çokoladë. Kujdes do na bien divan. Si është? Njësoj si tjetra? Po. Është fiks. Është fiksi kjo. Po fiks si kjo që ishte në kaush. Fiks e njëjta shije. Dhe mund që ke marrë njëta ti po thjesht në 3 versione të ndryshme. Një prej çokoladë kam pëlqyer. 7 lloj të fare, nuk s'ka me shije. Po çe ka do lëshuar në notë? Po çfarë e bë? Nuk s'm pëlqen akullore, ta kupton. Po hajt, tash më sa më vu gjitha 5. Çokolada do vleron. Çokolada do vleron para ca kohësh. Ka qenë çokolada ime preferuar para 2-3 vitesh. Kjo është çokolada e preferuar e Donit. Po para ca vitesh ka qenë dhe e imja, po tani nuk më pëlqen fare. Duket se kemi provuar në akullore apo jo? Duket se po, mos e kemi provuar në video me snacks. Duket se po.
është në formë. Më duket se mu kujtu e kemi provuar, më duket në video me snacks. E di që do të vijë natë tani. Ti bëj notë tjetër tani dhe notë tjetër ti kemi para ca viteve. Po mirë, atëherë ndoshta ka pëlqyer. Në formë trekëndshje. As më pëlqen fare. S'të pëlqen fare. Fare. Eli ke krena shumë akullore tani sa... Me kjo ta kujton çokoladën. Po është atë që ke që mua s'pëlqen hiç. Në brenda është me çokoladë. Faktë nuk është vanilja. Ta kujton çokoladën. Deri tani mos e mësh e vetmja. Se ka të krëc. Atë krec, ke? Po. Po më plasa për më nga kullera, po e hanë ti këto tjerat? Unë kësaj i vendos një... Një tresh i vendosun, në shumë e kabiles. Një 7. Një 6. Nuk është se do e merja përsëri. Më pëlqen më shumë në çokoladë sanakullore, kjo gjë. Deri tani... Po ta kujton të shumë çokoladën veç. Vetëm çokoladën ajo është. Uf, plasa të më nërtu dhe ma do i hashti. S'koma në për zbotën. Po mirë me pak sa të provosh të paktën. Çokolada Kit Kat. Menon pra 5-6 viteve që këmi që da jo shpia e parë. Sa i haja. Sa e hanin Kit Kat si çokoladë. Për mua ka qenë deri vonë çokolada ime preferuar, Kit Kat. Ne gjitha i bëm çokolada preferuar. Jo, çokolada e preferuar pa sa vite ka qenë kjo. Ja 2 nga 2. Çokoladë, jo akullore. Akullore se kam provuar asnjë. Edhe në çokoladë më shmërzi qatë. Akullore nuk më bën ta ha, nuk paska në një... Në pamje nuk është se më pëlqeka. Bjeta provojë në para. Se në brenda këtu e jep sikur është me vija. Është me vija apo? Është e mirë ta kujton? Nuk pëlqen. Të pëlqen? Në gjitha kjo është më mirë. Oh. Edhe ta dini, nuk janë dhe të lira këto si çokoladë, si akullore. Janë më të shtrenjta se çokoladë po e po. Të pyesi çka? Pse e vën në pjatë pastaj e hën? Pse hasin çdo njeri normal? Kjo nuk ka fare shije në Kit Katit. Po e lezetshme është kështu. Po se ka fare shije Po në mirë, Kit po Katit. të lezetshme veç. Hajt një 8. Qa thua, një 5 i vën. Fare nuk ta kujton. Ideja është se këto duhet na kujtojnë pak ato çokoladat, dhe prandaj e nisëm këtë video për të parë. Do ai të bleroni ta kujton të çokoladën e vet çka. Vetëm çokolada na jashtë. Po pra, po mirë ta kujton të pak. Dhe cheesecake-u i Milkës e kujton të pak. Pak. Pastaj. Çokolada tjetër. Kjo akullora tjetër. Unë me dorë për marrë. Qa notë i vet Kit Katit? S'majnë që thash, 8. Një 5, nuk ma kujton fare. Mars. Këta si akullore haja shumë. Si akullore? Po. Më Se pëlqejnë. kam ngrenë asnjë. Jo, është të lezetshme. Më duke domethënë, mund ta kem ngrenë në një video me snacks të më falni, po se mbajmën, s'më kujtoj Po fare. si shumë tani nuk mundem dhe të hamë. Ja, kështu në pamje është krejt si çokolada që ka. Fix, Po edhe na në jashtë. Mua, edhe çokolada Mars më pëlqen. Edhe aromën e ka fix si çokolada Mars. Po. Edhe na brenda duket si çokolada Mars. Edhe më duket sikur ka filluar të shkrijë. Edhe ta kujton shumë çokoladën Mars. Sa shkri kjo. Nuk jemi vetëm njëri që unë akulloret nuk i dua shumë të ngrira. Unë dua shumë të ngrira. E gjithi vetë çokoladën e do të ftohtë. Dhe çokolada ato nuk ja do të na frigoriferi, Eli do na frigoriferi. Kjo po që ta kujton çokoladën. Deri tani, nga gjitha këto, nuk është më pëlqen se as çokoladën Mars nuk është se e kam qef, po të paktën ta kujton. Kështu që e meriton një 8, po, e meriton. Çokolada tjetër, Marona. Bounty. E çfarë pëlqen çokolada Bounty? Tani e di se do bëhem e mërzitshme. Ka qenë kjo e preferuar jote. Kjo ka qenë kur kam qenë e vogël. Për zotin. Okej, tani, kur jetoja në Greqi, kur kam qenë e vogël, ka qenë akullore shtrenjtë për ne emigrantët që se kishim mundësi në atë kohë. Edhe që të haje çokoladë Bounty për mua ka qenë një luks i madh. Arritje e madhe.
Mund të haja shumë rrallë çokoladë Bounty, sa atëre ku dia unë që mund të dali, mund të ketë pasur atëre edhe në si akullore veç, këtë freskon shumë. E ke provuar domethënë? Po, e kam provuar. Për herë po të verbile, si bën që kaloj pak. Por unë ju thashë kam patur fiksim e vogël, por tani nuk është se e ha. Është si gjumë është brenda, nga që ka shkrirë. Ka shkrirë. Po, këtu ishin më të shkrira, që këtu i morëm në fund fare. Kjo ta kupton fiks çokoladën Bounty. Ka dhe erën, ka atë aromën e shijen. arës kokosit. Kjo është marrë shpip. Një sekundë. Lërë tani. Kjo më duket Është fiks. na gjitha. Edhe nga që i ngjan më shumë do i vi një nërt. Një jetën, edhe më pëlqeka. Një djetë e meriton kjo. Kjo është fiks si çokolata, fiks, po fiks. Po thjesht akullore. Çokolata Bounty ka qenë apo është akoma? 2 copë. Akoma ashtu. Akoma është lashna. Ka qenë dhe si e thua. Edhe çokolada e fundit, Snickers. Çokolada Snickers mos më pëlqen fare. Si çokoladë. As mos si çokoladë. Kjo ka qenë Është as si aromë, as si të më pëlqen. më duket se është çokolata preferuar e Agilës. Po. Në gjyshit e viun. Po, e Agilës është çokolata preferuar, por dhe akulloria e preferuar, se sa që shkon në market e blen. Mo më duket çokolada me pa lidhje kjo, me të Se? drejtën. Nga që vjen si e kripur. Po. Shumë e në gjellë. Këto pse janë kaq të shkrira? Kjo po. Kjo është fiks çokolata. Është fiks si çokolada, po në shqisë më pëlqen fare. Është fiks si çokolata. Dysh. Po pse dysh? Se s'pëlqen as çokolata. Po mirë, ty s'pëlqen, po ne vlerësojmë këtu se sa ngjashmëri kanë me çokolatat. E për ngjashmëri është dhejt, po. Kjo dhe Bounty edhe Mars deri diku, këto treja janë të vetmet që kujtojnë çokolatat, të vetmet. Tjerat asnjëra as ma kujton çokoladën përveç pak fare Milka me cheesecake. Tjerat asnjë. Hajde pak Toblerone, kret pak. Po prap, mos më thoje që është Toblerone, mos ta shikoja që është në letër e të ma jepje kështu. Nuk do Mos ta shkon shikoja te formën fare, kur nuk më shkon te mendja. Kurse këto tjerat, këto tre të fundit, si Snickers, Bounty dhe Marsi, direkt do ta kuptoja që janë nga këto firma. Kush fiton nga këto? Të fitojnë këto tre të fundit. Njëra? Bounty. Bounty. Edhe unë votoj për Bounty sepse më pëlqen dhe në shije më shumë. Nëse nuk keni provuar asnjë nga këto, Hajde një merr në shtëpia ju. Se gjithë e kena lo. për mua ja vlen të provoni vetëm Bounty. Tjerat nuk është se Njerë shije kjo punë. normal. Nëse provoni çfarë të doni, bëj shaka. Mu nga akulloret, më shumë pëlqen akulloret që shesin nëpër pasqeri. Po, 100 euro. Se sa akulloret kështu marketit. Dhe Magnum me bajame. Nga çokoladat marketit Ajo do thoya është. që preferoja ime mund të jetë vetëm ajo merenda, që shitet vetëm në Greqi. Për mua çokolata e preferuar edhe deri tani nuk më shmërzit kur. Çfarë thash çokolata thash? Po çokolada. Më fal, akulloria e preferuar që deri tani nuk më shmërzitur asnjëherë është Magnum me bajame. Vdes e adhuroj. Deri tani nuk më shmërzit dhe çdo vit e marr. Dhe pse e kanë çuar këtë vit 2500 lekë. Kur kam marrë në fillim në Shqipëri ka qenë 1500, avash, 1700, 1200. 2200 ishte vjet duket, apo Duket se po. Si vjet 2500, ne si ja vlen për mua është më mira. Na këto akulloret flasim që janë të frigoriferit. Pastaj edhe unë sikur Nailit më shumë më pëlqen të pasqerisë dhe më pëlqen e pasqerisë, më pëlqen të vjet shumë pistakjo vjet dhe par vjet, tani më shmërzit shumë. Nëse në këtë moment asnjë nuk më pëlqen tani në këtë moment. Në këtë moment aq shumë sa. Po më pëlqej ajo që morët një ditë me Holden që ishte jogurt. Po, edhe vishnje, ajo më pëlqeu. Edhe më pëlqen kaushat e dikurshëm, ato të vjetra, ato këto të fortat. Edhe më pëlqen të kaushat. Se zbuten, e ke parasysh kur i hadhe. Kështu. Pra, Angels, kjo ishte video për sot. Uroj ta keni shijuar. Nëse kena shijuar aq shumë.
Ne tani duam unë për vete Elisa fare djathë, unë tani direkt duhet ja fus buke djathë që të heq pak të emrave që kam ngrenë deri tani. Mos harroni ju lutem të bëni subscribe sepse jemi afër në 100.000 subscribers për 100K me kohë. Mos harroni të bëni like nëse ju pëlqeu kjo video, komentoni çfarë doni të shikoni në videon e radhës dhe ne bashkë do shihemi në videon e radhës. Pashim Angels! Ju pafshim!